Ajo thotë që një burr perfekt është një burr pa burra, edhe fëmia është lloks. Çka mendon për këtë deklaratë të saj? A mendon që duhet me u martu burri me burr, gruaja me gru? Jo, kurse si jo. Kurse si? Ja, ato unë që pranoj ato gjë, unë jam qëtë rrugë. Këtë rrugë. Pra ti je pro familjes. Po normal, ku ke po ti mu martu burri me burrë, gruaja me gru, Alloj s'ka leju ata. Bashkimi Evropian ka qenë si ligj. Bashkimi Evropian ju menoni. Edhe në Zvicër është që ke po më duket. Po, Zvicra, na jemi larg për Zvicrën, ju s'u bani ose na s'u bëjmë standardet e tona me Zvicrën barabar se na jemi shumë larg, na jemi 100 vjet, 200, 500, sot dushtu i mba larg. A dhe Zvicra so e ka demokracinë, 700 kusur vjet unë jetoj që 38 vjet në Zvicër. Zvicra on larg për neve, na kërkon shimi. Na si këshirmin do tjera sene, po shkojmë këshirmin pse po martuan në Zvicër burri me burrë edhe na, po, ku ki tjera? Apo kupton? Ti dush me shef të dëshmonisë për burrit ton. Ato kanë thonë pastrua burrin ton edhe din më tutje. A o çashtu? Na duhet me pastrua burrin tonë, ta na me dorë në Evropë. Vjen keq se mos takon është me folë si fjalë se unë jetoj në Perëndim. Unë faktikisht edhe jam në shtetas sikur këtë qytet. Zvicran. Po normalisht që gati 30 vjet. Ama o problemi që na duhet me pastrua burrin tonë, ta na me këshir tjetër. Edhe a mendon që fëmia është lloks? Nëse s'ki... Jo, mërët mija është e ka kriju Allah njeri me kriju familje, po çka mendon ti nëse s'ki familje, nëse s'ki fëmijë? Po çka jeton? Ajo e ka posnat aspektin që disa po krijojnë fëmijë shumë edhe masani s'mpimojnë. Ti nëse s'ki mundësi me mojt, pse krijon atë fëmijë pra? Veç për me pas numër me shtu. Ato Zvicran e kanë një fjalë zakonisht të trit. Pse s'ki fëmijë, pse s'krijon familje, jo se i shtrenjtë. I thonë, qështë fëmija nuk ojnë shtrejnë. Fëmija nin